Kryetari OVL-s UÇK-s në Prizren, Isa Berisha, sot ka publikuar informacionin se drejtoresha e arsimit Lulieta Veselaj Kutaj, edhe këtë vit në bashkëpunim me kryetarin e komunës Sheqer Totaj, kanë marrë vendim për të përkrahur fëmijët e veteranëve që vijojnë mësimet në shkollat e mesme përmes bursave. OVL UÇK-s shpreh mirënjohje dhe falënderim të sinqert për drejtoreshën dhe kryetarin për përkushtimin dhe kujdesin e treguar ndaj veteranëve të UÇK-s dhe familjeve të tyre. Dokumentet që duhet të dorëzohen në zyret e OVL-s UÇK-s në Prizren janë kartela veteranit e vlefshme, certifikata lindjes së fëmijës së veteranit, gjirollogaria bankare e fëmijës ose prindërit, vërtetim nga shkolla në të cilën vijon mësimet fëmia. Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në zyret e OVL-s UÇK-s në Prizren, shkruan zotëri Berisha, kurse me këtë veprim edhe një herë po tregohet se komuna e Prizrenit nuk po i haron vlerat e luftës për liri. Ndërto me prodhime vendore.